Në Shqipëri ka mira të papunë, por a e dini që ka dhe qindra vende të lira pune të cilat nuk plotësohen dot, punë-kërkuesit ose janë të mbikualifikuar ose nuk kanë asnjë zanat. Mospërputhja në ofertave të punës dhe kërkesave të papunëve e kupton sa po hyn në këtë zyrë. Kjo 22 vjeçare po ndjek studimet në nivelin master të degës ekonomikut. Kërkon punë, por në profesionin e saj e ka të vështirë se kërkohet eksperiencë, edhe në zanate të tjera më të thjeshta nuk i pëlqen të punojë. Diku afër profesionit tim, asaj që kam mbaruar. Nuk duket e vështirë me qindra ekonomistë që dalin? Shumë e vështirë është, po duhet provojmë. Po pse zgjodhe që të ndiqe të kur ndërkohë mund të merri një zanat? E di, po më ka pas pëlqyer ekonomiku që e vogël. Ndërsa për këtë 33 vjeçar që është kthyer nga emigrimi është e kundërta. Ai jo vetëm nuk është i mbikualifikuar, por nuk ka asnjë zanat. Nuk është i bëj nazë punës. Çfarë punë të më dalë para, për zotë me thonë deri në zanat. Kështu s'kam se marr me bujqësi me marr në Greqi ku kam qenë emigrant. Në zyrën e punës për Tiranën janë regjistruar rreth 1500 punë-kërkues, ndërsa punojësit nuk gjejnë dot persona për vendet e lira të punës. Mjafton arsimi mesëm, ama duhet të ketë aftësi komunikuese, do ketë kontakt me persona të një niveli të caktuar dhe kështu që ndërkohë që unë me ato që kam të regjistruar me shkollë të mesme nuk i plotësojnë këto kritere, ama ato që kanë shkollën e lartë dhe që mund t'i plotësojnë këto nuk duan të shkojnë këtu dhe ja ku lind problemi që nuk gjej dot një kandidate për këtë pozicion punë. Duke parë këtë diferencë mes punë-kërkuesve dhe kërkesës nga bizneset, strategjia e punësimit synon të orientojë të rinjt drejt zgjedhjes së profesionit jo pas mbarimit të shkollës së mesme. Me një profilizim qysh në shkollat 8 vjeçare për të pasur një ide se çfarë tendence ka fëmia ose i riu. A shkon më tepër që të ndjek një shkollë teknike dhe të bëhet një zanatçi i aftë, apo të futet në gjimnaz dhe të vazhdojë përsiatjen akademike. Sot në Shqipëri dhe në Europë e ke shumë të lehtë të gjesh një vend pune nëse ti je një saldator i kualifikuar, infermier apo teknik ndërtimi apo vendosës pllakash. Në total në të gjithë vendin ka rreth 3500 vende të lira pune, që do mbeten të tilla edhe për shumë kohë nëse shkollimi dhe punësimi i shqiptarëve nuk ecin në të njëjtin kah.